Atëherë, zoti Duka, ditën e djeshme, Kuvendi miratoi rezolutën për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ishte një rezolutë e dakortësuar, por megjithatë, Kuvendi dje u përfshi në debate goxha të ashpra. Më pas zoti Berisha bojkotoi, zoti Rama nuk ishte i pranishëm në sallë në momentin që u krye votimi. Si komentoni të gjithë këtë zhvillim? Domethënë përse për një rezolutë të dakortësuar paraprakisht duhet të ketë aq shumë diskutime dhe në fund pastaj të bashkohen sërish votat? Natyrisht, salla e parlamentit është bërë përveç tjerave edhe politik. Që opozita ka bërë punën e saj për të demaskuar problematika që ka majoranca, duke filluar nga lidhjet e saj me krimin, ke zgjedhjet të lira të ndershme, tek korrupsioni, i cili është masiv vitet e fundit, por duke pas parasysh rëndësinë e kësaj rezolute, e cila në fundi i shërben integrimit dhe i kalon interesat e partive politike, unë mendoj që është për të përshëndetur që ta arritën një marrëveshje të përbashkët, e cila mund të jetë një hap pozitiv për procesin e integrimit. Megjithatë, problemi nuk mbaron këtu, sepse dihet që ka shumë e shumë probleme tjera që të arrijmë deri në atë që të bëhemi pjesë e BE-s. Ndër to janë këto që unë sapo thash, por edhe një problem shumë i madh faktikisht që e shoh që nuk jepet shumë rëndësi, siç është siguria ushqimore. Për sigurinë ushqimore, vendet e Bashkimit Evropian janë shumë të rreptë, nuk tolerojnë, sepse fundit janë kërkesë e konsumatorit, që në mas konsumatorët janë më shumë se sa ata që bëjnë politikat e një vendi. E qartë. Në fakt edhe një nga pikat që Shqipëria në raporte cedon është edhe pjesa e zhvillimit të zgjedhjeve, po ashtu edhe ndërhyrja e institucioneve në drejtësi. Domethënë, si e shihni ju këtë? A do të ndihmojë kjo rezolutë tani që Kuvendi u zotua? Rezoluta është një proces burokratik që gjithsesi jep ndihmën e saj, por nuk është ajo që është faktori kryesor që mund të ndikojë në këto procese. Në këto procese ndikojnë plotësimi i detyrave të shtëpisë, por edhe i pikave kryesore, që janë këto që ju sapo thatë, duke filluar, domethënë, luftimi ndjen themel i krimit dhe jo më bashkëpunimi i tij me politikët, pavarësia e drejtësisë, për cilën ne kohët e fundit nuk kemi dhënë shembull pozitiv, është shumë faktorë tjerë, duke shkuar deri ajo që unë u tha tek siguria ushqimore e tjerë. Pavarësisht se shpreh një dakordsi nëpërmjet kësaj rezolute, kjo nuk do të thotë që të toleron njëri që ti mund të vazhdosh të nxjerrësh në pa vepra korruptive, të vazhdosh të kesh lidhje me krimin, të vazhdosh të dhunosh drejtësinë e kështu me radhë. Këto do jenë gjëra që monitorohen nga vendet anëtare të BE-s, dhe nëse ju i keni vënë re shpesh, janë shfaqur pakënaqësi në lidhje me pikërisht me këto pika. E qartë. Në fakt, në të gjitha raportet, pikërisht, siç e thash edhe më sipër, Shqipëria cedon pikërisht në këto pika më tepër. Ka edhe elemente të tjerë, por më së shumti ato që kemi ngelur në klasë janë sidomos ndërhyrja në drejtësi. Dhe kemi së fundmi rastin Balluku, që është një nga që Kuvendi ndaloi edhe heqjen e imunitetit për të shmangur edhe arrestimin më pas të ish ministres. Zoti Duka, tani përsa i përket pragut elektoral, ju jeni shprehur që pragu elektoral 4% rrezikon zhdukjen e partive të vogla. Dhe sipas jush, sa duhet të jetë një prag elektoral që t'ju jepet mundësi edhe partive të vogla që... Dëshira ime do ishte të ishte prag natyral, që do të thotë shkon 0,7-0,8%. Megjithatë, nëse nuk dakordohet ky, e kam fjalën për opozitën, sepse ai që jep fund fare aprovimin do jetë majoranca, atëherë edhe një prag 2% për partitë që duan të garojnë vetë është një prag i konsiderueshëm, mendoj unë,
po edhe që mund të arrihet. Jo vetëm për partitë ekzistuese, po nëse ka iniciativa të reja, 2% do të thotë që në një numër votash 1,5 milion për shembull, afërsisht, i bjen domethënë rreth 30.000 vota. 30.000 vota janë të mundshme. Nëse nuk arrin kaq, mbase nuk e meriton një lëvizje apo një parti politike që mund të shkojnë në parlament. Kështu unë mendoj një prag 4% për këdo që do marrë iniciativën të dalë më vete, besoj se domethënë e likujdon, nuk është shumë i vështirë për të arritur. Faktet e kanë treguar, sepse 4% në 1,5 milion votues do të thotë 60.000 vota. 60.000 vota janë shumë vështira. Ka parti nga këto tre që i kanë arrit në zgjedhjet e kaluara, po të kesh parasysh që po u hapën listat, kjo garë bëhet akoma më fort, kështu që realizimi i 60.000 votave bëhet pothuajse i pamundur. Sipas jush, cilat parti kanë shanse për të futur në parlament nëse pragu mbetet ky që është 4%? Jo, nëse futesh në koalicion me një nga partitë e mëdha, të gjitha i kanë shanse. Po ne çfarë po vojmë deri tash? Po vojmë këtë që të mos futemi si thosh në thesin e një sigle tjetër. Të fitojmë identitet. Me fitu identitet me siglën tate, apo me të parafërtuj që të mos i bish në qafë kërkujt, atëherë, domethënë, iniciativa për ta bërë këtë më vete, me një prag 4% bëhet pastaj vritet, është e frikshme. Nuk është shumë e rrezikshme që të mund të hysh me prag 4% parti alternative, ose parti të vogla, ose parti të reja. Do të detyrohesh të vazhdojë një dhe histori, të futesh një listë me PD-n, po themi, aty të futesh 2-3 përfaqësues tuaj. Gjithsesi ka një anë pozitive, sepse fundit nëpërmjet përfaqësuesve tuaj ti tregon se ke disa vota, po prapë nuk është reale, sepse nëse unë dal vete, kam 140 përfaqësues, atëherë kjo është reale. Që votat e Partisë Kapitaliste janë X vota, sepse ka 140 kandidatë, kanë dhënë kaq vota. Ndërkohë me 2 kandidatë që i fut në koalicion, nuk mund të mbledhësh sa që mund të mbledhësh me 140 kandidatë. Prandaj unë mendoj që pragu nuk është, domethënë, nuk është i favorshëm për partitë e vogla apo edhe për partitë e reja. Që kanë iniciativë të dalin vete dhe rrejon koalicionin, qoftë në PS-n, qoftë në PD. Pra ju po thoni që pak a shumë sistemi aktual i detyron partitë e vogla që të futen në koalicion që të mbijetojnë. Ky sistemi aktual është më i keq i mundshëm. Sepse jo vetëm se partitë e vogla janë detyruar të futen me partitë e mëdha në koalicion për arsye se e kanë të vështirë duke ndarë rajone që të arrijnë numrin e votave për të marrë një mandat deputeti, por ç'është më e keqja është që është i padrejtë, sepse tu kemi njerëz që kanë ngel jashtë parlamentit me 17.000, me 18.000 vota, ndërkohë që kanë hyrë nëpërmjet asaj listës mbyllur, disa për të cilët ne nuk e dimë as sa vota kanë. Në sistemin e kaluar, pra në zgjedhjet e kaluara elektorale, ka qenë i ngjashëm vetëm se ato votoheshin ajo lista e parë. Edhe kemi pas raste që kanë hyrë në parlament, domethënë deputet me 1.500 vota, me 800 vota votim, ndërkohë që kanë ngel jashtë parlamentit me mbi 10.000 vota. Prandaj ky sistem, përveç se është i dëmshëm për partitë e vogla, po nga ana tjetër është edhe i padrejtë. Dhe pastaj nuk lejon koalicionin, sepse nëse del vete, ose do të gjithë këto vota që ti arrin të mos që konvertosh në mandat deputet, do i hedhësh poshtë, do i bësh dëm opozitës, ose i detyron të futesh ka sikla opozitës, si kemi bërë neve. Edhe vazhdo ky lloj debati gjithmonë që neve ju mbajmë, ne ju japim deputet, ndërkohë këto tonë jo se ne kemi dhënë shumë vota se sa një mandat deputeti, dhe duket si pazar kjo, jo mos i negociat.
Zoti Duka, përse ju si aleat, po themi, tradicional të Partisë Demokratike, pothuajse asnjëherë nuk keni mundur dot që t'i impononi në një farë mënyrë Berishës edhe qëndrimin tuaj, zotit Berisha, duke qenë që gjithmonë për koalicionin opozitar ka vendosur Partia Demokratike, më pas kur është ulur në tryezë. Duke qenë që ju edhe tani keni, domethënë, një qëndrim të ndryshëm nga Partia Demokratike për sa i përket pragut elektoral, sërish më pas ajo që nëse futeni në koalicion, ajo që do të negociojë me Partinë Socialiste do jetë përsëri Partia Demokratike. Përse përse ka rritë? Sepse është normale, sepse Partia Demokratike ka numrin më të madh të votave në parlament. Edhe çdo lloj ndryshimi që mund të bëhet në bashkëpunim me Partinë Socialiste, duhet patjetër bashkëpunim me Partinë Demokratike. Një mandat deputeti që ka Partia Agroambientaliste nuk luan asnjë lloj roli përveç se kësaj pjese që ne kemi, që të flasim, të imponohemi në biseda, në negociata, në televizion, në studio e tjerë. Mirë po kjo nuk mjafton. Mjafton vota, atje flet vota. Partia Demokratike ka vota më shumë edhe është ajo që dikton. Po ne do të vazhdojmë bëjmë luftën tonë, edhe sot kemi një takim për shembull, do i themi që ky prag elektoral nuk është i përshtatshëm partitë e vogla edhe për gjithë ato arsye që unë thash. Po nëse Partia Demokratike dhe pas këtij takimi nuk ju merr parasysh, e lini të hapur ju mundësinë për të futur në koalicion me Partinë Demokratike? Patjetër, e para i herë duhet kemi qartë një fakt. Këto janë vetëm propozime të opozitës. Edhe parimisht ne jemi dakord që të ketë një zonë zgjedhore gjithë Shqipëria me listat hapura. Por ndërkohë ajo që vendos do jetë majoranca. Majoranca nuk duket sikur ka në levërdit ndryshoj kodin zgjedhor, sepse ky kod zgjedhor i shkon për shtat. Po të themi që nëpërmjet një farë presioni që i bëhet edhe nga shoqëria civile, mbas edhe nga ndërkombëtarët, e lejon majoranca ndryshimin e kodit. Parimisht ne jemi për këtë kod. Por sa i përket pastaj kësaj që quhet 4%-shit, ne jemi kundra përgjithësi janë ato që vendosin. Po të krahasim kodin aktual me një kod të tillë proporcional rajonal kombëtar me lista të hapura, po me një prag 4%, unë do preferoj këtë dytin. A do hyjmë në koalicion? Po patjetër se s'ka shans tjetër. Domethënë, ne i dimë këllqet tona, ne nuk besojmë që mund të pretendojmë që të bëjmë mbi 6-7.000 vota në rang Shqipërie. Po besoj që synojmë rreth 40.000 vota për shembull në rang Shqipëria. Në 40.000 vota besoj se i duhen me partisë kryesore që është Partia Demokratike, kështu që pragu, nëse hyn koalicion nuk ka më vlerë sepse kalon pragu. Natyrisht ne duhet të zgjedhim përfaqësues para se do në lejojë ky lloj koalicioni nëse do bëhet, të cilët të jenë përfaqësues me që të kenë sa më shumë vota në mënyrë që të marrin aq vota sa të rreshtohen fitues të hyjnë në parlament. E qartë. Ndërsa për sa i përket reformës administrative, opozita është për një decentralizim, ndërkohë që majoranca është për një centralizim edhe, domethënë, është për më pak bashki. Ndërkohë që opozita para duhet të themi këtë që reforma territoriale fatkeqësisht u bë nga një palë, sepse në ato vite Partia Demokratike dhe opozita nuk mori pjesë në reformën territoriale. Dhe normalisht majoranca e bëri ndarjen territoriale edhe në funksion të levërdive të veta elektorale, llogarive të veta elektorale. Tashmë që, domethënë, janë komisione ku është edhe opozita dhe majoranca vazhdon një lloj konflikti sepse këto duan akoma me ngushtu numrin e bashkive, majoranca, ndërkohë që me të drejtë opozita dhe unë këtij menimit jam kërkon që të zgjerohet numri i bashkive, pra të shtohet numri i bashkive. Për arsye se me eksperiencën e kaluar kemi vënë re që shërbimet ndaj skajeve fundore të bashkive në zonat rurale e tjerë shpeshherë kanë lënë për të dëshiruar, siç që në rastet e përmbytjeve në Durrës për shembull, cilët ishin trashëguar apo po diverse rreth të mjedisit, shpeshherë zona të skajore të bashkisë të larta bëhen edhe, si thosh,
objekt akumulimi të betjeve, të pislliqeve, grykeve të lumejve e tjerë. Prandaj mendoj që numri i bashkive do ishte shumë mirë të ishte diçka më e madhe. Nuk e di sa është propozimi i Partisë Demokratike, po kjo të kërkon një farë studimi. Megjithatë mendoj që do të jetë mbi 90 bashki, sepse me darje territoriale kaq të pra me zotrimin e një territori kaq të madh nga një kryetar bashkie, pavarësisht se ka ato administratorët, duket sikur largohen për shërbimin ndaj qytetarit. Qartë, por në fakt jemi edhe në kushtet kur në Shqipëri ka një emigrim masiv. Dhe a do të ishte më pas, po themi, një shpenzim, tani këtu po marr pak edhe anën tjetër, sepse në fakt në zonat rurale ka një emigrim masiv të popullsisë. Tani është edhe parimi që edhe një individ të jetë meriton shërbime, patjetër, por që më shumë bashki, domethënë një territori i cili po zbrazet gjithmonë më shumë, a nuk do të rriste më tepër shpenzimet edhe sërish pastaj të kishin bashki që kanë kryetar bashkie duke patur një numër të ulët popullsi, edhe nga ana tjetër sërish edhe një bashki me Padyshim, që e kuptoj, pyetoj. Padyshim, kjo kërkon një studim, nuk mund të bëhet kjo domethënë me lënë kungulleshësh. Unë mendoj 60, po ti sa me 90, po pse 90, 80 me radhë. Kërkon një studim aty ku ju që thonë ju që ka domethënë pothuajse abandonim të fshatrave që edhe ekzistojnë, sidomos në zona veriore, atëherë do ishte më mirë që të largoheshim, domethënë të mund të kemi territore më të mëdha, sepse si statju nuk kanë të nevojshme të shërbimet. Kurse në raste tjera pastaj është siç është Durrësi, marrim Durrësin. Durrësi për mua ka një zonë territoriale të shtrirë shumë më të madhe se sa duhet. Mbase, po të shikohet me kujdes, një pjesë të territorit mund të kalojnë bashkitë Shirakut edhe për tradicion edhe për shumë probleme tjera. Prandaj them që kërkohet një studim. Gjithsesi numri 61 duket shumë i vogël. Po, sepse është parë në fakt edhe një mungesë e eficiencës të pushtetit vendor. Është më tepër edhe tani që kompetencat e pushtetit vendor janë të kurrur ndjeshëm. Së fundmi edhe kemi parë gjithmonë më shumë edhe ndryrjen e pushtetit qendror në pushtetin vendor, sidomos në momentin që zoti Rama shkoi edhe shkarkoi të gjithë drejtorët edhe bashkive. Mirë, ajo është karakteristike e pushteteve autoritare edhe individuale të Ramës, se faktikisht ligji nuk thot kështu. Domethënë që në kohën që unë kam qenë ministër 2001-2005 i bjesh 20 vjet përpara, domethënë ka filluar procesi i decentralizimit, pra pushtetet vendore kanë marrë pushtete nga pushteti qendror. Për shembull për menaxhimin e pyjeve, për kullimin, për sistemin ujitës dhe kullues e tjera për sa i përket bujqësisë, po edhe për shumë fusha tjera. Por nëse ka një regjim autoritar dhe vetë kryeministri është i tillë dhe shtohet kjo më shumë nëpërmjet pushtetit gjatë, atëherë është ai që vendos rrugët pastaj natyrshëm pushteti i kryetarëve të bashkive. Pra në vend të decentralizimit shkojmë në centralizim. Po në fakt gjithmonë më tepër është duke shkuar drejt centralizimit. Mbase Po pra duhet me rrëxu të pushtet në mënyrë që të zbatohet ligji apo orientimi i BE-s për decentralizimin e pushtetit qendror kundrejt pushtetit vendor. Zoti Duka, unë fakt doja që t'ju bëja edhe një pyetje sepse së fundmi është diskutuar edhe një kandidaturë e juaj e mundshme për kreun e bashkisë së Durrësit. E lini ju të hapur kandidimin? Unë e kam lënë të hapur dhe qëndroj asaj deklarate që kanë bërë. Nëse Partia Demokratike gjen një kandidat për të kaluar radhën, pa besim për të fituar, unë natyrisht që do të jem kandidat Durrës. Nëse kemi një kandidat
i cili na jep shpresën përfitore, atëherë për ta ndihmuar kandidatin e opozitës në mënyrë që të mos i heqë vota, në ndryshëm të mbështet kandidatin e opozitës. Deri tashmë nuk kam në ide, sepse nuk është se jemi konsultuar për këtë punë me Partinë Demokratike, por nuk duket sikur profilizohet një kandidat i tillë, sepse nëse do krimi një profili duhet filloj që tash. Nëse vonon edhe pak, pastaj do jetë shumë vonë. Unë mendoj që direkt me zgjedhje që kanë brenda vetes Partia Demokratike, në konsult me ne, kryesisht me Partinë Agrare Socialiste, e cila ka vota duhet të nxjerrë një emër i cili na mbushin mendjen që kemi shpresë përfitore. Nëse që unë do kandidoj. Edhe nëse kandidoj vetë, pastaj edhe në qaqe tjera mund nxjerrim edhe kandidat, sepse një parti politike, nëse nuk merr pjesë gara atrofizohet, kurse gara do zhvillojnë atë. Kështu që po ta shohim në sensin e lëvërdisë së forcës tonë politike, do ishte mirë që ne të kandidojmë.